Drejtori i arsimit në këtë komunë tha çka ka rëndësi, ai ka marrë si ka marrë. Mos u pengoni. Çka ka rëndësi marrë kjo? Pse mi thon drejtorit apo drejtorat e shkollës mos më bë fat me dhuratat e Bajramit, ka refuzuar dhuratat e Bajramit. Nuk ka rëndësi që edhe mos më pengo. Këshilli i Bashkësisë Islame në Suharik, në bashkëpunim me drejtorinë e arsimit në këtë qytet, respektivisht me udhëhecin e saj, Remzi Bajsemlani, ka kohë që janë duke bashkëpunuar në shpërndarjen e dhuratave të Bajramit në tërë komunën e Suharikës. Por jo të gjithë nxënësit e kanë mundësinë të i guxohen dhuratave të Bajramit, pasi një drejtor, si duket, ka qelluar i rebeluar ndaj drejtorit të arsimit. Basri Gashi, drejtor i shkollës Skënderbeu në Sallagrazht, ka refuzuar dhuratat e Bajramit për t'i shpërndarë nxënësve të kësaj shkolle, ku vijojnë mësimet nxënësit nga fshati Sallagrazht dhe po ashtu edhe një pjesë e fshatit të Dubravës. Sipas informacioneve të RTI-s, drejtori në fjalë disa herë ka refuzuar dhuratat e Bajramit, ndonse mes Këshillit të Bashkësisë Islame dhe Drejtorisë së Arsimit ekziston një bashkëpunim i tillë. RTI ka kontaktuar me drejtorin e arsimit në këtë komunë, i cili, sipas burimeve të televizionit, ka pranuar të bashkëpunojë me Bashkinë Islame në Suharik, por duke i quajtur selam drejtorëve që të mos bëjnë foto me dhuratat e Bajramit, ani pse në të gjitha shkollat ekzistojnë fotot e dhuratave të festave të fundvitit. I pyetur nga RTI, drejtori i arsimit në këtë komunë tha çka ka rëndësi, ai ka marrë si ka marrë. Mos u pengoni. Nuk e di, unë kam leju me shku, po nuk kam informacione. Nuk keni informacione që dhuratat janë kthy prapë prej drejtorit disa herë? Jo, nuk kam. Unë veç me Bashkinë Islame kam marrë një lloj marrëveshje bujore dhe asgjë më tepër, s'jam marrë me këtë. Mirë, edhe një pyetje, keni pranuar me bashkëpunim me Bikun, por që i keni thënë drejtorave të shkollës mos më bë foto me dhuratat e Bajramit, a është e vërtetë? Çka ka rëndësi marrë kjo? Pse mi thon drejtorit apo drejtorat e shkollës mos më bë foto me dhuratat e Bajramit kurse i bëjnë me dhuratat e festave të tjera? Dëgjoj, ata janë autoritet, janë autonome dhe ata dinë çka bëjnë, dhe nuk absolut nuk ka të bëjë kjo. Dubrava dhe pjesa e Sallagrazhës që janë këtë shkollë, fëmijët kanë me pa dhurata. A nëse po Çka ka rëndësi, ai kanë marrë si kanë marrë. Ka rëndësi sepse kur i kanë marrë gjitha, që ka rëndësi, pse s'ka rëndësi me marrë edhe nuk ka rëndësi që edhe mos më pengo.